Ritestimi i mësuesve me eksperiencë nga Ministria e Arsimit te kalon kuadrin ligjor ekzistues dhe krijon tensione dhe presion mbi mësuesit për vendin e punës. Kështu e cilësojnë specialistët e arsimit reformën e fundit të ndërmarrë nga Ministria. Njëri prej specialistëve, Ndriçim Mehmeti, deklaron se për një arsim më të mirë duhet të kualifikohen mësuesit që kanë fituar licencën dhe në bazë të arritjeve të plotësojnë vendet ku ka nevojë. Riprovimi dhe marrja e të gjithë mësuesve në total, duke i dyshuar si të afë, si të pahafë, si njerëz të cilët din të japin apo nuk din të japin mësim, del jashtë kuadrit ligjor. Është një tension dhe presion mbi mësuesit, sepse ai e quan tani si një provim nëse e mban vendin e punës apo jo. Ndërkohë që ai vendin e punës në bazë të ligjit e ka fituar. Në djenin time janë rreth 1000 veta që kanë marrë licencën e mësuesit nga provimi i shtetit që quhet. Ata 1000 mësues të renditen sipas pikëve që kanë marrë, cilët janë më të aftë dhe të ofrojnë vendet e punës. Për Ndriçim Mehmeti, profesioni i mësuesit do të mbetet problematik, pasi prej gati 2 vitesh ka ngrirë pagat dhe as në 2015 nuk parashikohet të ndryshojnë. Ne kemi 2 vjet për shembull që nuk ngrejmë pagat e mësuesit, nuk kemi llogaritur as vitin tjetër. Atëherë pse duhet të jetë kaq tërheqës profesioni i mësuesit? Rrezikon ky profesion që të mbetet problematik për shkak të ngrirjes së pagës. Ai kritikon buxhetin e 2015-s, pasi është propagandistik dhe nuk flet në terma konkret për shkolla të reja, digitalizim konkret apo dhe shkurtime fondesh për diasporën. Buxheti në përgjithësi është një buxhet propagandistik, thuhet digitalizim, po i kujt? I amsave, i regjistrave, Ministria e Arsimit e ka hequr me organigram diasporën, sektorin e diasporës. Për Ndriçim Mehmetin, pasojat nga reformat e këqija jepen në një afat të gjatë. Ndërsa mbështet Ministrinë për reformën e mësuesve jashtë profilit, ai pohon se ky problem ka për të ekzistuar dhe në të ardhmen.